الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ndërshëm besimtar, falënderimi të kërë Allahu subhanahu wa ta'ala, mëshira Allah që ubi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Është detyrë për gjithë secilin besimtar me i marrë shkaqet për me qenë i qëndrueshëm në fenë e Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse kërkush për njerëzve nuk ka garanci se ka me vazhdu me qenë në atë që gjitet sot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të dua shumë shpesh në të që transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha: "Ja muthabbit al-qulubi thabbit qulubana ala dinik." Thoshte, o ti që i forcon zemrat, forcoj zemrat tona në fe. Nëse Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë Kur'an: "Wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi." Dini se Allah subhanahu wa ta'ala ndërhyn mes njeriut dhe zemrës së tij. Falamma zaghu zagha Allahu qulubahum. Dhe kur njerëzit ja shtin hilën në fe, Allah subhanahu wa ta'ala u shtin hilën në zemrat e tyre. Në një hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: zemrat e robëve janë mes dy kishtave të Allah subhanahu wa ta'ala, i rrotullon ato sikur që dëshiron Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë, fillimisht duhet me falëndëru Allah subhanahu wa ta'ala për këtë iman, pastaj me i marrë shkaqet që imani me qenë me neve derisa t'ja dorëzojmë shpirtin e Allah subhanahu wa ta'ala. Për shkak se detyra jonë në këtë dynjë është me madhru Allah subhanahu wa ta'ala dhe mos mi shoqëru atina derisa shpirtat jenë trupat e tonë. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'budu rabbakum hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroni Allah subhanahu wa ta'ala derisa t'ju vjen vdekja. Për shkaqeve më të rëndësishme të cilat ndihmojnë me qenë i qëndrueshëm në fe janë durimi në fenë Allah subhanahu wa ta'ala, leximi dhe puna në atë që lexojmë librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me marrë mësim nga tregimet e pejgamberëve dhe me përmend Allahu subhanahu wa ta'ala shumë. Këto janë 4 shkaqet më kryesore të cilat e ndihmojnë çdo besimtar me qenë i fortë në fe dhe me lenë Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë iman me taku Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an për shkakun e parë, dhe është durimi në rrugën e Allahut: "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a."
nëse bëni durim dhe jeni të devotshëm, nuk ka mundësi me dëmtue kurthet e atyre të cilët nuk janë besimtarë. Inna Allah bima ta'melune muhit. Allah subhanahu wa ta'ala e din shumë mirë atë që e veprojmë ne. O in tasbiru, nëse bëni durim, do të thotë se në këtë fe ka me pas vështërsi, dhe vështërsia e lyp durimin, nëse vetëm nëpërmjet durimit të kalohet ajo e cila është e vështirë. O in tasbiru e teku, nëse tregojeni të durueshëm dhe të devotshëm, la yadurrukum kayduhum shay'a. Nuk i dëmton, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, kur nuk i dëmtojnë, kur thëtë atyre, as të njerëzve, as të shejtanëve, nuk i dëmtojnë në fejnë e juve. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Allah subhanahu wa ta'ala hollësisht e din atë që e veprojnë të gjitha krijesat, edhe ata që e madhrojnë Allah subhanahu wa ta'ala dhe ata që e kundërshtojnë atë. Shkaku i dytë më i rëndësishëm me ndihmue besimtarin me qenë fort në fe është leximi i librit të Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, a nuk po meditoni Kur'anin? A nuk e merrni me lexu dhe me pa, e me besu, e me punu me atë që ka urdhëruar Allah subhanahu wa ta'ala në librin e tij? Thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina kafaru lawla unzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida. Ata të cilët e mohon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej shkaqeve pse e mohonin, thonin se Kur'ani po i zbret pjesë, pse s'po i zbret Kur'ani më njëhershëm, nëse ata të cilët janë kafirin gjithmonë gjojnë një arsye me kundërshtu fjalën e Allahut. A është e arsye e drejta, nuk është e drejtë, ata nuk mërziten për shkak se ata janë të ullët. A është e arsye e pranuar në logjika apo s'është, ata nuk mërziten për shkak se ata janë pa vlerë. Prej arsyeve dhe shkaqeve pse nuk e besonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thonin pse s'po i zbret Kur'ani për një herë komplet, po i zbret pjesë. Çka do të thonë kjo? Çfarë arsye është kjo? Sikur të jetë një libër që ka marrë pjesë, ose sikur të jetë që ka marrë për një herë? Edhe pse libra Allah subhanahu wa ta'ala me ashme ka zbrit edhe për njëre, por qafirat përsëri kanë gjithë një arsye tjetër mos me besu. Allah subhanahu wa ta'ala pastaj e ka tregue shkakun, kedhalike linuthabbita bihi fuadak, e zbresim Kur'anin pjesë në mënyrë që ta forcojmë zemrën tonë Muhammed. Edhe ne si besimtar duhet me lexu Kur'anin pjesë. Kadal çdo ditë nga diçka dhe në mënyrë të ngadalshme forcohet besimi dhe shtohet dituria rreth librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i tretë që ndihmon me qenë i qëndrueshëm në fe është me lexuar historitë, jetët, veprimtaritë të dërguarve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga sa ata janë njerëzit më të zgjedhur, janë njerëzit më të mirë, të cilët Allah subhanahu wa ta'ala i ka dërguar për me mësuar njerëz në rrugën e drejtë. Dhe më i miri të gjithë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe historia e tij është historia më e mirë të gjithëve, dhe mësimet që i nxjerrin nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na ndihmojnë që nëse kemi vështirësi me ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur vështirësi më shumë se na. Nëse kemi sprova e shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos provu më shumë se na. Nëse mendojmë se kemi punuar diçka e shumë se ai ka punuar shumë më shumë se secili prej neve, edhe sikur t'i bëjmë të gjithë së bashku, dhe këto ndihmojnë tregimet e pejgamberëve në përgjithësi dhe tregimet e jetës, vetë përshkrimi, historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndihmon. Nëse Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë Kur'an, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbita bihi fuadak. O Muhammed, ne po t'i tregojmë tyje tregimet e pejgamberëve që kanë qenë përpara teje. Linuthabbita bihi fuadak, në këtë mënyrë ka mu forcuar zemra jote. Allah subhanahu wa ta'ala para se me urdhëruar me hijrat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam,
ja ka zbrit tregimin e Jusufit alayhi salatu wassalam, mënyrë me i parë vështirësitë që e kanë pas pejgamberët para Muhamedit. Edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka marrë mësim nga historitë e pejgamberëve që kanë qenë para tij, kurse ne falenderojmë Allahu subhanahu wa taala që kemi mundësinë me marrë mësime nga vetë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkaku i katërt prej më të rëndësishmeve që ndihmon me qenë të qëndrueshëm në fe derisa të takojmë Allahu subhanahu wa taala është me përmend Allahun shumë shpesh. Me thonën më shpesh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, me bërë të përditshme, edhe të shpeshta këto fjalë, nëse këtu janë përmendje e Allahut, kurse për përmendjen e Allahut subhanahu wa taala Allahu ka thënë Kur'an, udhkurullaha dhikran katira, përmendeni Allahu subhanahu wa taala shumë, kurse në ajet tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala ya ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, idha laqitum fi'atan, kur të takoheni me armisht e fesë Allahu subhanahu wa taala, fathbutu wa qëndroni, wadhkurullaha katira, dhe përmendeni Allahu subhanahu wa taala shumë, la'allakum tuflihun, se në këtë mënyrë keni me shpëtue edhe njëtën e kësaj bote edhe njëtën e botës tjetër. Andaj falenderojmë Allahu subhanahu wa taala që u ka dhënë imanin e Islamin e Kur'anin e Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mundohemi me qenë dërimtar në atë që na godet në këtë fe. Të lexojmë tregimet e pejgamberëve dhe të nxjerrim mësime prej tyre. Ta përmendim Allahu subhanahu wa taala në këtë mënyrë e fitojmë shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala në këtë dunjë, kurse shpërblimet e Allahut më të mira për besimtarët janë në botën tjetër. Wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.